Shikues të nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë në rreth e qark për sot, ku si çdo mbrëmje do të dalemi tek zhvillimet më të nxehta rreth globit dhe rajonit. Unë jam Rosalba Bejdo. Kur Rusia flet për Ballkanin Perëndimor, alarmi duhet të ndizet menjëherë. Deklarata e ministrit të jashtëm Sergej Lavrov se Rusia po komunikon me SBA-n për të thelluar bashkëpunimin në rajon nuk është thjesht diplomaci rutinë, është një sinjal. Një përpjekje për ta futur Moskën si pa legjitime në diskutimet për të ardhmen e rajonit, duke anashkaluar BE-n dhe duke e trajtuar Ballkanin si monedhë shkëmbimi në pazare më të mëdha. Për rajonin tonë e veçanërisht Kosovën, kjo nuk është asgjëre. Moska ka qenë vazhdimisht kundërshtare kryesori shtetësisë së Kosovës nga dënimi ndërhyrjes së NATO-s në 1999 te krahasimet me Krimen dhe përpjekjet për të bllokuar njohjen ndërkombëtare. Por sot konteksti është më i rrezikshëm. Marrëdhëniet SBA-BE janë të tensionuara dhe çdo çarje transatlantike është një dritar e artë për Kremlinin. Mesazhi është i qartë, sa më i ndar perëndimi, aq më e guximshme është Rusia, dhe sa më e paqartë strategjia euroatlantike në Ballkan, aq më i madh tundimi për ta trajtuar rajonin tonë si periferi të pazareve globale. Në një botë që lëviz shpejt dhe pa busull të qartë, Ballkani rrezikon sërish të kthehet në terren prove për rivalitetet e mëdha. Dëshmi e ekuilibrave të brish në rajon është edhe retorika e presidentit Aleksandar Vučić, i cili flet vazhdimisht për rrezikun e madh që vjen sipas tij nga aleancat ushtarake kundër Serbisë. Një narrativ kjo e ushqyer nga Moska, me të cilën synon të nxjisë mobilizim të brendshëm dhe të justifikojë armatosje të mëtejshme. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Serbia nuk sheh dorën në shtrirë të Shqipërisë për bashkëpunim ushtarak. Kam vënë re her pas here një sens paniku nga deklarata zyrtare në Beograd. Presidenti Aleksandar Vučić nuk mori në konsiderat thirrjen e ministrit tonë të mbrojtjes Piro Vengu se aleanca mes Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit nuk ishte kundër askujt, duke u përpjekur sërish që ta portretizojë atë si një kërcënim. E cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vet i pari që kam shprehur dhe ftesë pse jo, dhe Serbia ti bashkangjitet kësaj iniciative. Ai vizitoi një kazermë në Beograd ku mori pjesë në një takim informues mbi analizën e gjendjes dhe aftësisë së forcave të armatosura serbe. Naše ulaganje u armiju jer važno je da Jemi shumë të shqetësuar, por formimin e aleancave ushtarake në midis ton kundër Serbisë dhe në përputhje me rrethanat po veprojmë me përgjegjësi, seriozisht duke mos provokuar askënd, por duke dashur të pengojmë çdo që do të kryente agresion kundër vendit tonë. Kapacitetet tona mbrojtëse, si në forcat ajrore, ashtu dhe në mbrojtjen ajrore, janë rritur në mënyrë drastike dhe dramatike, dhe në vitet që vijnë, veçanërisht do të ketë nga të gjitha sistemet për ushtrinë tonë. Drastično i dramatično su uvećane naše. Presidenti i Serbisë lat kuptohet se ishte interesuar për kapacitetet e luftës në ushtrinë e tij, teksa deklaroi se rezervat për materialet e luftës janë në një nivel të lartë. Vučić zbuloi strategjinë për kthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm për 75 ditë, duke nënvizuar se mund të fillojë këtë dhjetor ose në mars të vitit të ardhshëm. Duhet të përgatisim të gjitha mjediset, duhet të përgatisim mjaftueshëm nga gjithçka, pra pushk, çizme, qendra rekrutimi, qendra regjistrimi, duhet të përmirësojmë klinikat ambulatore, të rinovojmë ato, theksoi Vučić mes tjerash. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sulmon perëndimin dhe OKB-n që siç thotë shpallën pavarësinë e Kosovës pa referendum dhe duke e bazuar thjesht tek parimi vetvendosjes. Ai kërkon shpjegime se pse diçka e tillë nuk ishte zbatueshme për Krimen dhe Donbasin, ndërsa e mbështet argumentimin e tij edhe tek rasti i Groenlandës. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov përmend sërish Kosovën për të legjitimuar veprimet në Ukrainë, e po ashtu qëndrimin kundër perëndimit që sipas Moskës përdor standarde të dyfishta. Në një prononcim për media turke këtë të njëjtë, shefi i diplomacisë ruse tha se perëndimi shpalli pavarësinë e Kosovës, duke u bazuar vetëm te parimi i vetvendosjes, duke fyer kësaj popullin serb dhe historinë e tij, ndërkohë sipas tij, kjo e drejtë nuk ishte zbatueshme në Krime, nga dishull të cilin Moska aneksoi në vitin 2014 nga Ukraina. Nuk pati referendum. Në të ashtu quajtur në Kosovë, ata thjesht e shpallën pavarur, duke fyer kështu popullin serb dhe historinë e tyre. Dhe kur një referendum u mbajt në Krime sipas të gjitha rregullave, perëndimi deklaroi se drejta për vetvendosje nuk është e zbatueshme atje, sepse integriteti territorial është i zbatueshëm. Lavrov i referohet gjithashtu rastit të Groenlandës për të mbështetur qëndrimin e tij se perëndimi përdor standarde të dyfishta.
Tani ja kemi bërë përsëri pyetjen sekretarit përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe ekipit të tij. Nëse është deklaruar publikisht se ai dhe udhëheqja e tij kolektive në OKB njohin të drejtën e popullit të Groenlandës për vetëvendosje, se është populli i Groenlandës ai që vendos për fatin e tij dhe jo dikush tjetër, atëherë a njeh OKB-ja të njëjtën të drejtë për njerëzit e Donbasit, Novorosisë dhe natyrisht Krimes. Ministri i jashtëm rus shkon më tej duke pretenduar se Beogradi garantonte të gjithë të drejtat e shqiptarëve në Kosovë, ndërsa në Krime e Donbas, sipas tij, Ukraina si ndaluan gjithçka me ligj. Tërmeti gjeopolitik që ka shkundur marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian ka çuar val shoku edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Deklaratat e ministrit të jashtëm të Rusisë, Sergej Lavrov, se SBA dhe Rusia duhet të bashkëpunojnë për rajonin, ndërkohë që Brukseli duket janë anashkaluar, ngren një pikpyetje thelbësore. Apo kthehet Ballkani sërish në një tavolinë pazaresh mes fuqive të mëdha? Si preket Europa dhe Ballkani në veçanti nga një zbejje e mundshme e angazhimit amerikan? Si mund ta shfrytëzojnë aktorë si Rusia vakumin? Për këto dhe çështje të tjera me rëndësi në arenën globale do diskutojmë sot me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Enver Robelli. Zoti Robelli, ju falenderoj shumë që na bashkoheni sot, është një kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit. E nisim këtë bisedë pikërisht me këtë shfaqje të interesit nga ana e Rusisë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara sa i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor. Si i keni lexuar ju deklaratat e ministrit të jashtëm Lavrov dhe çfarë do të nënkuptonte përfshirja e Moskës në proceset e dialogut që prekin Ballkanin, kur e dim se është një prej kundërshtarëve më të zëshëm të shtetësisë Kosovës dhe një prej aleatëve kryesor të Serbisë? Po, Rusia vazhdimisht është duke i bërë oferta qeverisë në Washington me shpresën se kështu mund ta zbus në qëndrimet e tij presidentin Trump. Ka oferta të ndryshme dhe mendoj që këto nuk janë oferta pa ndonjë prapavi, por nuk besoj që mund të ketë ndonjë bashkëpunim më të ngushtë në Ballkan. Ne kemi parë që ekzistojnë tensione të mëdha mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë momentalisht në lidhje me industrinë e naftës në Serbi. Shtetet Bashkuara të Amerikës praktikisht e kanë detyruar Serbinë që të shkputet nga ndërmarrjet ruse dhe ta shes industrinë e naftës, t'ia shes një kompani hungareze. Kështu që në këtë drejtim më shumë e shoh deklaratën e ministrit Lavrov si kalkulim politik. Ne kemi parë për shembull edhe kur presidenti Trump i bëri ofertë ose kërkesë ose lutje Rusisë që të jetë pjesë e Këshillit të Paqes që themeloi, presidenti Putin nuk tha decisivisht jo, por tha që nëse është e nevojshme që Rusia të paguajë $1 miliard, atëherë ato të holla mund t'i merrni nga ajo pjesë e kapitalit rus që është bllokuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kjo nuk është një ofertë gjeneroze, është një ofertë me shumë prapavi, për shkak se kështu prishet krejt ideja e evropianëve për të bllokuar mjetet ruse sidomos në Belgjik, ku janë qindra miliarda të bllokuara. Domethënë, është një lojë tipike ruse në përpjekje për të ledhatuar egon e presidentit Trump me shpresën që kjo mund të ketë sukses. Domethënë, mund të bashkëpunojmë në lindjen e afërt, mund të bashkëpunojmë edhe në Ballkan, me krejt qëllimin është që të thyhet rezistenca evropianëve, sepse momentalisht evropianët janë ndër financues kryesor të Ukrainës dhe po u qa ky front, natyrisht që Rusia do të ketë pastaj shumë më lehtë që ta mposhtë Ukrainën. Zoti Robelli, ju po thoni se synimi kryesor i Rusisë është të afrohet me zotin Trump, megjithatë qëllimi është edhe të zbërë rolin e Bashkimit Evropian në rajon dhe ndoshta ta zëvendësojë atë duke shfrytzuar edhe përplasjet e fundit mes aleatëve transatlantik. A ka Rusia terren më të favorshëm në këtë moment në qëllimin për të shtrirë ndikimin në Ballkan, duke konsideruar dhe krisjet dhe përplasjet e fundit me Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian? Unë nuk besoj, përveç propagandës, nuk besoj që diçka më e madhe është e pritshme. Rusia ka aq shumë resurse të cilat i ka koncentruar në Ukrainë dhe siç po e shohim, ka 4 vite që lufton dhe përparimi në terren në front është minimal, përkundër gjithë brutalitetit të luftës. Por është pjesë e retorikës, natyrisht Rusia do të përpiqet me mjetet e tjera, me propagandë, me
aty këtu ndonjë aksion, ndoshta edhe të si thua të shërbimeve sekrete për të testuar opinionin në Ballkan, por nuk mendoj që Rusia ka një kapacitet të madh të destabilizimit në Ballkan. E kemi parë për shembull që Për lideri të shtrirë ndikimin po flasim. Po ata ndikimin e kanë në pjesë për shembull që u largua nga posti i kryetarit të Republikës Serbe Milorad Dodiku dhe Rusia nuk pati çfarë të bëjë. Domethënë po e shohim që edhe mundësitë e Rusisë nuk janë edhe aq të mëdha për të shkaktuar tensione në rajon. E qartë. Teksa dëshmojmë një riformësim të ekuilibrave gjeopolitik, një aktor në rajon ka qenë veçanërisht i zëshëm mbi ato që po ndodh. E dëgjojmë zotin Vučić të shprehjet i shqetësuar të flas për aleanca armiqësore kundër vendit të tij, duke përmendur Shqipërinë dhe Kroacinë. Si lexohet kjo narrative Vučić në këtë moment, zoti Ropelli? Nuk do të thoj që do është narrativ janë prallat e tij të përditshme që i tregon për të mobilizuar klientelën e tij nacionaliste. Ka disa muaj që ndërton këto skenarësh që Serbia është e rrethuar dhe e rrethuar nga armisht, nga shtete jo miqësore, nga shtete që po armatosen. Në fakt shteti që paguan ose që harxhon aq shumë para i pari në Ballkan për armatim është Serbia dhe shteti që ka shkaktuar trazira dhe tensione në vitet e fundit në Ballkan është Serbia. Në maltëzi, përmes kishës ortodokse dhe aleatëve të vet politik, në verjen e Kosovës 2023 me një sulm terrorist ku kreu i këtij sulmi terrorist jeton i lirë në Serbi dhe mbrohet nga qeveria dhe nuk është përballur asnjëherë me drejtësinë. Këtë javë patëm një deklaratë të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, i cili tha që NATO pret nga Serbia që ta vë para gjyqit këtë person që ka qenë pjesë ose organizatori kryesor i sulmit në veri të Kosovës. Është pjesë e retorikës së Vučićit për të ballafaquar edhe me presionin e brendshëm, për të sinjalizuar opinionit se ky është personi i vetëm politikani, vetëm i cili e mbron Serbin nga rreziqet që vijnë nga jashtë. Këtu natyrisht luan rol edhe një rol të madh dhe shtypi, do të thosha primitiv i Serbisë, i cili është i afërt me regjimin e Vučićit, i cili rregullisht ndërton skenare që fuqitë perëndimore duan të harxojnë Vučićin, pastaj neonazistët kroat duan të harxojnë Vučićin, edhe shqiptarët natyrisht që përdoren edhe termet e tjera fyse edhe pejorative. Është pjesë e retorikës primitive të presidentit Vučić, të cilin ai e përdor vazhdimisht dhe unë them drejtën nuk më befason fare ai që në rininë e tij ka qenë një huligan futbolli dhe huliganizmin e ka futur edhe në politikë. Kemi parë një qasje të paqartë të Shteteve të Bashkuara ndaj Serbisë. Administrata Trump shton presionin ndaj regjimit të Vučić duke sankcionuar kompaninë shtetërore të naftës NIS dhe duke kërkuar reduktim të bashkëpunimit me Moskën, nuk e fton Serbi në bordin e paqes në Davos, por nga ana tjetër e përjashton nga lista e vendeve për të cilat pezullon vizat. Në çfarë pozitash është raporti i Serbisë me SBA-n, por edhe me ndërkombëtarët në përgjithësi sot dhe sa i rëndësishëm është fakti që ishte presidentja e Kosovës, zonja Osmani dhe jo Vučić, që firmosi me zotin Trump pjesëmarrje në bordin e paqes në Davos? Përshtypja ime është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë ftuar në këtë bord ato shtete që kanë qenë të zëshme kundër planeve të Trumpit sa i përket Grenlandës. Mandej mendoj që Serbia nuk besoj që do të ishte bashkangjitur këtij bordi edhe sikur të ishte ftuar. Ndërkaq sa i përket çështjes së vizave të emigracionit, nga Serbia ka realisht më pak emigracion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se çka interesim në vizat shqiptare ose në shtetet e tjera. Kështu që nuk shon ndonjë politikë jashtëzakonisht madhe. Është shumë e qartë që bashkëpunimi në fushën e sigurisë, përkundër përshtypjes së përgjithshme që Serbia bashkëpunon shumë ngushtë me Rusinë, natyrisht që bashkëpunon shumë ngushtë me Rusinë, por në prapavi dhe jashtë syve të opinionit bashkëpunimi edhe në fushën e sigurisë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me NATO nuk është për tu injoruar.
sepse politika e presidentit Vučić në 10 vitet e fundit ka qenë një politikë e balancimit mes disa fuqive, e uljes në 4 karriga të ndryshme. Dhe tani për tani ka vështirësi sa i përket kësaj çështje, sepse presioni edhe i brendshëm, edhe nga BE-ja, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i qartë që shkon në drejtim që ky duhet të pozicionohet në çfarë drejtimi duhet të orientohet në të ardhmen. A mund të flasim për një dobësim të marrëdhënieve diplomatike, të pozitave të Serbisë në marrëdhëniet diplomatike, apo jo? Mendoni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vrehet një ftohje ose spaku vrehet që kur e krahason me pritjet që qeveria serbe i ka pasur nga presidenti Trump, natyrisht që vrehet një ftohje. Më kujtohen që kur sa herë që fitonte presidenti Trump në zgjedhje, ballinat e gazetave serbe ishin me fotografinë e tij duke e quajtur mik të serbëve, këso gjëra të tjera. Pastaj pati një tentim që familja Trump të ndërtojë një hotel të madh në qendër të Beogradit, por për shkak të korrupsionit dhe manipulimeve brenda shtetit serb, ky projekt tani për ta kur krahasohet me pompozitetin me cilin për shembull pritej i biri Donald Trumpit në Beograd me takime me presidentin Vučić dhe gjëra të ngjashme. Natyrisht që kohëve të fundit shihet një lloj ftohjeje. Për ta zgjeruar më tej panoramën e zhvillimeve gjeopolitike, do doja të komentonin pak atë që shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas e quajti nevojë për t'u përshtatur realiteteve të reja, ku Europa nuk është më qendra e gravitetit për Washingtonit. Duket se Europa nuk e fsheh më atë që ndoshta e kishte kuptuar prej kohësh, por a është e gatshme të marrë vetë mbi shpatulla përgjegjësinë për sigurinë e vet? Kjo është çështje që nuk mund të bëhet sot për nesër, por kam përshtypjen që fjalimi i presidentit Trump në Davos gjatë forumit ekonomik botror ishte edhe një dush i ftohtë ndaj evropianëve dhe tani për tani nuk ka dhe shumë iluzione sa i përket Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë nuk duhet trajtuar këtë çështje paksa me panik, sepse në strategjinë e re mbrojtëse të Shtetit të Bashkuara të Amerikës qartë thuhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i qëndrojnë besnike NATO-s, kërkojnë përgjegjësi shumë më të madhe për evropianët në vetëmbrojtje konvencionale. Por kur është çështja ekzistenciale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që ne jemi prapë këtu në rast se duhet përdorur armë më vdekjeprurëse, këtu është arsenali bërthamor, sepse dihet që është evropianët arsenali bërthamor i Britanisë së Madhe dhe i Francës nuk mjafton për t'ju përgjigjur në rast të një apokalipsi bërthamor, për t'ju përgjigjur kërcënimit rus. Kështu që në njërin anë mendoj që kjo fjalimi i presidentit Trump ishte një si thua një shkundje evropianëve, një përpjekje për t'i zgjuar nga gjumi, sepse shumë e qartë që për 70 vite sa ka përfituar Evropa nga dividenda e paqes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo situatë nuk mund të vazhdojë përjetësisht dhe mendoj që për evropianët kjo është një rast i mirë për të konsoliduar mbrojtjen, për të investuar sa më shumë në forca ushtarake. Për shembull, sa i përket NATO-s ka ndryshuar mjaft shifrat në krahasim me kohën kur zoti Trump, po edhe presidenti Obama protestonin dhe thoshin që evropianët nuk po angazhohen sa duhet dhe nuk po japin mjaft mjete financiare për NATO. Dhe tani për shembull në buxhetin e NATO-s 19% paguajnë amerikanët dhe 19% paguajnë gjermanët. Domethënë, megjithatë ka ndodhur diçka dhe përkundër ndoshta gjuhës nganjëherë të jo diplomatike presidentit Trump duhet kuptuar që ai megjithatë ja ka dalë ti shkundë evropianët dhe ti bind se nuk mund thjesht të vazhdojnë të udhtojnë me trenin amerikan dhe të udhtojnë falas pa paguar biletën. A mund të bëhet NATO më europiane, ashtu siç ka kërkuar edhe shefja e politikës së jashtme Kallas, dhe siç po përmendet vazhdimisht gjatë kësaj kohe? Mund të rritet roli evropianëve nëse evropianët duan të marrin një rol më të fuqishëm në NATO, por mendoj që kjo nuk bëhet nga sot nesër, mendoj që për këtë kërkohet kohë shumë
derisa ndodhi sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës, shumë shtete evropiane praktikisht nuk kanë pas forca ushtarake, se kanë pas forca ushtarake minimale me potencial shumë qesharak, ku në rast rreziku nuk ka qenë fare në gjendje të reagojnë. Dhe kjo edhe ka qenë arsyeja që diktatori rus Vladimir Putin është ndi aq i sigurt sa që ka dërguar vrasës për të ekzekutuar kundërshtarët e tij në Berlin. Domethënë ka ndodhur në qendër të Berlinit, jo larg selisë së qeverisë gjermane, ku agent të shërbimit rus kanë goditur me armë kundërshtar politik të Putinit, të cilët kanë ikur në perëndim, ose helmimin e kundërshtarëve politik në Britaninë e Madhe, aksione të tilla të mëdha, sepse Putini e ka hetuar, e ka vrejtur dobësinë evropiane, dhe shpresoj që kjo të marrë fund. Kryeministri britanik Keir Starmer është takuar sot me presidentin kinez Xi Jinping në kuadër të një vizite që është cilësuar historike në Kinë. Po ashtu, kryeministri kanadez ishte më herët në Kinë, ku nënshkroi disa marrëveshje të rëndësishme siç i cilësoi, ndërkohë një ujdi e madhe tregtare u nënshkrua mes Bashkimit Evropian dhe Indisë. Duket se Europa po përpiqet të ridimensionojë lidhjet në kora të turbullta me aleatin kryesor. Si keni parë këto lëvizje dhe si pritet të ndikojnë? Po, nga prizmi evropian, nëse vazhdimisht ka kërcënime me tarifa tregtare, tarifa doganore nga presidenti Trump, dhe nëse vazhdon të ketë kërcënime me luftë tregtare, natyrisht që evropianët do të përpiqen të gjejnë edhe ose të krijojnë mundësi të tjera bashkëpunimi. Sa i përket Indisë, unë mendoj që është negociuar gjatë dhe ishte rastësi që tani ndodhi në nënshkrimi, sepse negociatat kanë filluar në vitin 2007, dhe domethënë është gati 20 vite që po negociohet. Natyrisht që marrëveshja premton shumë investime evropiane, një zgjerim të madh të gamës së produkteve në dyqanet indiane, që është një treg jashtëzakonisht i madh me një presje 4 miliardë për evropianët. Sa i përket Kinës, mendoj që për shkak të gjithë këtyre zhvillimeve gjeopolitike nuk do të flitet shumë për drejtat e njerëzit dhe do të ketë një qasje të ftohtë pragmatike dhe realiste, dhe do të ketë më shumë fokusim në bashkëpunim ekonomik. E kemi parë për shembull edhe Kanadaja që do të jetë shumë tolerante tani ndaj importimit të veturave elektrike nga Kina, për shembull, do të ketë një ulje masive të tatimeve, çka nuk e shoh si zhvillim pozitiv në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo është edhe pasojë pak që kanadezët e ndijnë veten në një farë mënyre të trajtuar jo mirë nga presidenti Trump dhe kërkojnë edhe alternativa të tjera. Rreziku i gjithë këtyre përplasjeve në do të thosha në këtë boshtin transatlantik është që njerëzit kur shohin që bashkëpunimi bëhet i vështirë, atëherë vrapojnë dhe i përqafojnë fuqitë e tjera të cilat janë autokratike, siç është Kina. Teksa ka bërë të qartë aleatëve europianë se nuk janë më prioritet i sigurisë amerikane, presidenti Donald Trump duket i vendosur të përmbush ato që i sheh si interesa strategjike të Shteteve të Bashkuara. Rrëzoi nga pushteti, presidentin e Venezuelës Maduro kërcënon të marrë Groenlandën për të garantuar sigurinë arktik dhe tani kërcënon të sulmojë Iranin. Grumbullimi i madh i forcave detare në gjip përfshir aeroplanbajtësen Abraham Lincoln tregon se sulmi është i afërt. Po pse pikërisht tani? Se kemi dëgjuar presidentin amerikan të kërcënojë gjatë protestave masive që u zhvilluan në Iran pas vrasjes së shumë protestuesve, ndërkohë që kemi parë një qetësim të protestave. Pse ndërmerret ky hap tani? Ndoshta për shkak se aeroplanbajtësja nuk ishte afër Bregdetit iranian, tani është afruar, ka qenë në Azi diku nëse nuk gaboj, dhe i duhej një javë derisa erdhi në bregun në Bregdetin iranian. Pra po thoni që është një vendim që është marrë gjithsesi që do të kryej? Nuk kam informat për këtë dhe nuk është thirrë të parashikohet për shkak se Zoti Trump është një politikan impulsiv dhe mund të vendos nga qasti në qast. Unë mendoj që po e rrit presionin në mënyrë të ndjeshme ndaj regjimit të mullahëve në Teheran. Ka edhe negociata jashtë syve të opinionit ose shkëmbim mesazhesh mes qeverisë amerikane dhe pushtet mbajtësve në Iran.
Mendoj që nëse regjimin e Iran tregohet i gatshëm për të filluar negociatat ose për të dërguar një sinjal se mund të heqë dorë nga programi i tij bërthamor, mendoj që zoti Trump do të tërhiqet shumë shpejt, sepse ai ka prioritet sidomos që të dalë para opinionit dhe të thotë që e pengoj Iranin në prodhimin e një bombe atomike. Mendoj se sa i përket protestave në Iran është një situatë shumë tragjike, sipas revistës amerikane Time, supozohet që mund të jenë vrarë brenda 48 orëve 30.000 njerëz gjatë protestave që filluan me 28 dhjetor dhe zgjatën deri gati nga mesi i janarit. Ka organizatat e tjera që thonë rreth 6.000 janë vrarë, po evident është janë vrarë me mijëra njerëz dhe ky krim, kjo vrasje masive e njerëzve natyrisht i ka friksuar njerëzit dhe ata janë të mbyllur në banesat e tyre, në shtëpitë e tyre dhe tani për tani nuk ka shenjë se do të ketë protesta, por unë mendoj që në Iran rezistenca nuk do të pushoj asnjëherë dhe është vetëm çështje kohe kur do të ketë prap protesta, sepse njerëzit, një pjesë e madhe e të rive nuk janë të gatshëm ta durojnë këtë sistem diktatorial. Sa i përket intervenimit është, siç e thash, është jashtëzakonisht vështirë të përcaktohet, por presioni po rritet në mënyrë të ndjeshme. Besoj që ka pas shumë intervenime në javët e fundit nga Turqia edhe nga vendet e tjera te presidenti Trump për të mos intervenuar, për shkak se opozita iraniane është shumë e përqarë, nuk ka një plan të qartë se çfarë mund të bëhet nëse rrëzohet një pushtet. Ne kemi parë për shembull që intervenimi amerikan në 2003 në Irak, sado që e hoqi qafën një diktator si Saddam Husseinin, por atëherë i largoi edhe gjithë burokracinë nga postet dhe thjesht është e pamundur pastaj të ndërtosh një shtet brenda një kohe shumë të shkurtër, duke pasur parasysh që nuk ka një alternativë të qartë në Iran. Është shumë rrezik i madh sepse nuk bëhet fjalë për një shtet me 1 milion banor, por për 70 milion banor sa i ka Irani. Po regjimi i Iranit nuk ka qenë asnjëherë në një pozicion më të pafavorshëm se tani. E kemi parë, domethënë, gjatë verës lufta 12 ditore ku brenda një kohë shumë të shkurtër Izraeli kryeje përsi ajrore ndaj Iranit, arriti t'ja eliminoi shumë shkencëtar të cilët ishin të involvuar në programin bërthamor. Faktikisht u është hequr koka grupeve terroriste që i ka financuar, i ka përkrahur Irani me armë në rajonin e lindjes së mesme, Hamasi edhe Hizbollahu në Liban. Kështu që kjo është, mullahët nuk janë në ditët e tyre më të mira, por kjo është lajm i mirë për popullin iranian, do të thasha. Duke konsideruar edhe për masat e forcave detare që shtetet thënë edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump mund tjetë edhe më katastrofik se ai i qershorit që përmendet edhe ju, ku në luftën 12 ditore me Izraelin shënjestruan sitet bërthamore të Iranit, por pavarësisht pretendimeve të atëhershme se programi bërthamor ishte shkatruar, nga aksioni që po ndërmerret tani, kërcënimet para lajmërimet, duket se Irani përbën ende kërcënim dhe se programi nuk është shkatruar. Po cilat do të jenë pasojat e një sulmi të tillë të Shteteve të Bashkuara? Pikë pari e paqartë nëse do të ketë sulm, por nëse do të ndodhte sigurisht. Unë besoj që mund të ketë sulme punktuale aty këtu, domethënë nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuara të marshojnë me ushtri në Iran, është pothuajse e paimagjinueshme. Duhet pasur parasysh që zoti Trump e ka parasysh edhe bazën e tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët janë, dhe ky një ndër arsyet pse i ka fituar zgjedhjet, ka të bëjë edhe me premtimin e tij se Amerika do të tërhiqet nga vatrat e krizës dhe nuk do të interesohet për çdo konflikt të botës, do të mbrojë interesat e veta, por nuk do të jetë e praneshme në çdo konflikt të botës. Dhe unë mendoj që një pjesë e lëvizjes MAGA në Shtetet Bashkuara të Amerikës, involvimi i thellë i Shtetet Bashkuara të Amerikës në kriza botërore edhe në luftra të reja nuk do të pritet mirë. Mund të ketë ndonjë sulm kirurgjik, mund të ketë ndonjë aksion siç ndodhi në Venezuelë, por nuk besoj që do të ketë një luftë me front të gjerë në këtë drejtim.
E qartë, Dr. Robelli, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ndatë opinionin tuaj lidhur me një stër temash të rëndësishme që varion nga rajoni e deri tek situata në Iran. Ishte kënaqësi që ju kishim sot. Faleminderit, gjithë mirat. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste publicitet deri kthehemi sërish bashkë në studio. Rikthehemi sërish bashkë në studio në rreth e qark. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se nuk mund ta imagjinonte që vendet e Unionit të krijonin një ushtri të veçantë. Përgjigjja e saj erdhi pas thirrjeve të fundit për një forcë europiane, përfshirë dhe nga Komisioni i Mbrojtjes i BE-s, ndërsa tensionet me Shtetet e Bashkuara kanë arritur një pikë kritike. Çdo vend evropian ka një ushtri dhe ushtritë e 23 vendeve janë gjithashtu pjesë e strukturave të NATO-s, kështu që nuk mund ta imagjinoj që vendet do të krijojnë një ushtri të veçantë europiane. Pra duhet të jenë ushtrit që ekzistojnë tashmë. Duhet të shohim se si funksionon kjo në praktik. Për mua është e kuptueshme që në ushtri duhet të kesh një zinxhir komande shumë të drejtë për drejtë dhe të kuptueshëm, në mënyrë që sa herë që ndodh diçka, të jetë e qartë se kush i jep urdhra kujt. Nëse krijojmë struktura paralele, atëherë kjo thjesht do ta turbulloj pamjen dhe e dini, në kohë të vështira, urdhrat mund të bien midis karrigeve. Pas dështimit të bisedimeve diplomatike, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton sulme të mëdha dhe në shkallë të gjerë kundër Iranit, ndërsa bisedimet po dështojnë. Kështu raporton CNN që sjell në vëmendje dhe paralajmërimin e qeverisë në Teheran për kundërpërgjigje të fortë. Shtetet e Bashkuara dhe Irani po shkojnë drejt një lufte. Presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton një sulm të ri të madh pasi diskutimet paraprake midis Washingtonit dhe Teheranit mbi kufizimin e programit bërthamor të vendit dhe prodhimit të raketave balistike dështuan që të bënin përparim. Kështu shkruan CNN duke cituar disa burime që kanë njohuri mbi çështjen. Kërcënimet e fundit të Trump u pritën me indinjat nga Teherani, i cili u zotua për një përgjigje të menjëhershme ndaj çdo veprimi ushtarak të SBA-s, me një këshilltar të lartë udhëheqësit suprem Ayatollahut Ali Khamenei, që kërcënoi të shënjestrojë Izraelin në rast të një sulmi. Është një rifokus i shpejt i objektivave të përcaktuara publikisht nga administrata amerikane për Iranin dhe vjen vetëm disa javë pasi Trump e konsideroi seriozisht veprimin ushtarak që ai e cilësoi si ndihmë të mundshme për protestat mbarkombëtare në Iran. And in June we obliterated Iran's Presidenti amerikan postoi në Truth Social duke kërkuar që Irani të ulet në tryezën e bisedimeve për të negociuar një marrëveshje. Ardhshumi i SBA-s ndaj vendit do të jetë shumë më i keq se ai që kreu verën e kaluar, kur ushtria amerikane sulmoi 3 nga centralet bërthamore të Iranit. Sipas CNN, opsionet që e po shqyrton tani përfshin sulme ajrore ushtarake amerikane që synojnë udhëheqësit e Iranit dhe zyrtarët e sigurisë, që besohet se janë përgjegjës për vrasjet, si dhe sulme ndaj centraleve bërthamore iraniane dhe institucioneve qeveritare.
Trump nuk ka marrë një vendim përfundimtar se si të veprojë, thon burimet e CNN, por presidenti beson se opsionet e tij ushtarake janë zgjeruar që nga fillimi i këtij muaji, tani që një grup sulmues amerikanësh në rajon, ndërsa një tjetër po shkon në lindjen e mesme. Do të kalojmë në një temë tjetër. 2 raste të reja të virusit të rrezikshëm Nipah në Indi kanë shtyrë vendet e rajonit të forcojnë kontrollet shëndetësore në aeroporte, duke rikthyer vëmendjen tek patogjeni i rrallë, por me shkallë të lartë vdekshmërie. Virusi që transmetohet kryesisht nga lakuriqet e natës tek njerëzit mund të shkaktojë sëmundje të rënda neurologjike dhe probleme serioze në frymarrje, edhe pse përhapja nga njeriu tek njeriu është e kufizuar. Ekspertët paralajmërojnë për kujdes, sidomos në zonat ku shpërtimet janë më të shpeshta, por sa real është rreziku për përhapje më të gjerë dhe a jemi të përgatitur për ta përballuar? Ndjekim materialin shpjegues. 2 raste me virusin vdekjeprurës Nipah në Indi kanë shtyrë autoritetet në Tajland dhe Malajzi të forcojnë kontrollet në aeroporte për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Por çfarë është virusi Nipah dhe sa duhet të shqetësohen njerëzit? Nipah është një infeksion i rrallë viral që përhapet kryesisht nga kafshët e infektuara, sidomos lakuriqet e natës që ushqehen me fruta tek njerëzit. Ai mund të jetë pa simptoma, por shpesh është shumë i rrezikshëm, me një shkallë vdekshmërie nga 40% deri në 75%, në varësi të kapaciteteve të sistemit shëndetësor për zbulim dhe trajtim, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Megjithëse mund të përhapet edhe nga njeriu tek njeriu, kjo nuk ndodh lehtësisht dhe shpërthimet zakonisht janë të vogla dhe relativisht të kontrolluara, sipas ekspertëve dhe Qendrës Europiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Vaksina të mundshme janë në zhvillim, por asnjëra nuk është miratuar ende. Është një nga shumë viruset që mbartin lakuriqtë e natës, veçanërisht ata që ushqehen me fruta. Në të kaluarën është përhapur te njerëzit. Mendoj se shpërthimi i parë ka qenë rreth 20 ose 30 vite më parë, dhe që atëherë zakonisht kemi parë 1 ose 2 shpërthime në vit. Nipah u identifikua për herë të parë në Malajzi në vitin 1999, që atëherë ka pasur shpërthime të vogla pothuajse çdo vit, kryesisht në Bangladesh. Edhe India përballet her pas here me shpërthime sporadike, sipas koalicionit për inovacion në gatishmërinë ndaj epidemive, që tje kërcënimet nga sëmundjet e reja dhe financon zhvillimin e mjeteve mjekësore. Deri në dhjetor ishin regjistruar gjithsej 750 raste, nga të cilët 415 persona kishin humbur jetën. Shkakton një sëmundje shumë të rëndë dhe shkalla e vdekshmërisë ndryshon nga një shpërthim në tjetrin, por është në nivelin rreth 45 deri në 75%. Nga ana tjetër, një pjesë e rasteve, deri në gjysmën e tyre, mund të mos kenë fare simptoma, kështu që shkalla reale e vdekshmërisë për infeksion ndoshta është më ulët, se ajo e bazuar vetëm te rastet identifikuara. Death rate per infection is probably lower than the death rate based on identified cases. Kur identifikua për herë të parë në Malajzi, Nipah përhapi kryesisht përmes kontaktit të drejt për drejt me dera të sëmurë ose inde të kontaminuara. Më pas, përhapja më e zakonshme lidhet me kontaktin me atë që shkencëtarët e konsiderojnë strehuesin natyror të virusit, lakuriqet e natës që ushqehen me fruta. Më konkretisht, konsumimi i frutave ose produkteve të frutave, që përmbajnë urinë ose pështym nga lakuriq nate të infektuar, konsiderohet burimi më i mundshëm i infektimit sipas OBSH-s. Përhapja nga njeriu tek njeriu është konstatuar kryesisht pas kontakteve të ngushta mes pacientëve të sëmurë dhe familjarëve ose kujdestarëve. Shumica e shpërthimeve nisin dhe shumica e rasteve të transmetimit ndodhin për shkak të kontaktit ose me një kafshë të infektuar ose me diçka që është kontaminuar nga lakuriqtë e natës që ushqehen me fruta. Simptomat fillestare të Nipah si ethet, dhimbjet e kokës dhe dhimbjet muskulore nuk janë specifike dhe mund të ngatërohen me sëmundje të tjera. Më pas mund të shfaqen shenja neurologjike që tregojnë encefalit akut, inflamacion i trurit, ndërsa disa persona përjetojnë edhe probleme të rënda të frymarrjes. Në rastet e rënda ndodhin kriza epileptike dhe pacienti mund të bjerë në koma brenda pak ditësh. Shumica e tyre që shërohen rekuperohen plotësisht, por disa përjetojnë probleme neurologjike afatgjata. Early symptoms are quite
quite non-specific. They could be anything really, sort of thought through. Simptomat e rreshme janë mjaft të paqarta. Mund të jenë çfarëdo në fakt: dhimbje fyti, temperaturë, ndjesie e përgjithshme dopsie, dhimbje sysh, gjëra që mund të shkaktohen nga shumë sëmundje ose viruse të ndryshme. Ajo që ndoshta shkakton më shumë vdekje quhet encefalit, që është infeksion dhe intje trurit. Kur shfaqet encefaliti, njeriu ndihet shumë keq, ka temperaturë të lartë, dhimbje shumë të forta koke dhe mund të ketë fotofobi, kur drita të dhëmb në sy. Kjo shpesh lidhet me raste që përfundojnë me vdekje. Start feeling very unwell, you have a high fever, you Edhe pse Nipa është një sëmundje rrezikshme me shkallë të lartë vdekshmërie, deri tani nuk ka treguar shenja se po bëhet më i transmetueshëm mes njerëzve, apo se përhapet lehtësisht në nivel global, thon shkencëtarët. Megjithatë, sipas OBSH-s, ai mbetet një shqetësim i rëndësishëm për shëndetin publik, veçanërisht në vendet ku shpërthimet janë më të shpeshta. Virusi mund të çojë gjithashtu në azgjesimin masiv të kafshëve të fermave, si derat që janë të ndjeshëm ndaj infeksionit. Shkencëtarët theksojnë se është pak e mundshme që të përhapet globalisht dhe shtojnë se kontrollet në aeroporte mund të jenë jo efektive, pasi virusi ka një periudhë të gjatë inkubacioni. about 1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner than that. Koha deri në shfaqjen e simptomave është rreth 1 deri në 2 javë, ndonjëherë pak më shpejt, dhe ndonjëherë shumë më gjatë se kaq. Mendoj se rastimi i gjatë ka qenë 45 ditë. Kjo do të thotë që është shumë e vështirë të kontrollohet në aeroporte, sepse nëse një sëmundje ka një periudhë inkubacioni 2 javore, gjatë 2 javëve të para, pasi dikush e mbart infeksionin, nuk ka asnjë mënyrë për ta zbuluar. If you've got a disease that's got 2 weeks incubation period, you know, for the first. Aktualisht nuk ka vaksina apo trajtime të mirë menduara për Nipa, megjithëse disa kandidatë janë në faza testimi. Përfshirë një vaksinë të zhvilluar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit, që morën pjesë edhe në zhvillimin e një prej vaksinave kundër COVID-19. Vaksina e tyre kundër Nipa përdor të njëjtën teknologji dhe nisi testimet e fazës së dytë në Bangladesh në muajin dhjetor, në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare për Kërkime mbi Sëmundjet Diareike në Bangladesh, me financim nga Koalicioni për Inovacion në Gatishmëri ndaj Epidemive. No vaccine that is currently available, although I believe one is in development. And there's no... Nuk ka vaksinë të disponueshme aktualisht, megjithëse besoj se një e tillë është në zhvillim dhe nuk ka trajtim specifik. Pra nëse infektohesh, menaxhimi është mbështetës. Përpiqemi të mbajmë njerëzit në jetë derisa të shorohen vet, në vend që t'u japim diçka që e vret virusin. Rather than giving something that will kill the virus. Është momenti të bëjmë një rrethëqark të shkurtër me kolegun Xhaveri Çardaku, i cili na njeh me zhvillimet më të fundit rreth globit në këtë flesh informativ. Paktën 5 persona kanë vdekur pasi stuhia Kristin përfshiu Portugalinë qendrore dhe veriore, duke shkaktuar përmbytje, rrëshqitje toke dhe dëme të shumta. Stuhia, të cilën qeveria përshkroi si një ngjarje ekstreme klimatike, la shkolla të mbyllura, ndërtesa të dëmtuara dhe probleme në qarkullim. Probleme janë raportuar edhe në Spanjë, ku të paktën 50 persona janë evakuuar nga zonat bujqësore të përmbytura në jug. Pamjet e publikuara nga garda civile tregojnë efektive, duke shpëtuar dhe disa qenë të bllokuar nga përmbytjet, të cilët u transportuan me gomone drejt zonave më të sigurta. Përmbytjet u shkaktuan nga rreshtet e dendura të shiut të sjella nga stuhia Kristin, që bën të dali nga shtrati, lumenj dhe kanalet përreth. Sipas saj, u ndërprej qarkullimi drejt shumë pronave rurale dhe disa drejtues mjetesh mbetën të bllokuar. Ekipet e emergjencës ndërhyjnë me operacione shpëtimi nga toka, ajri dhe uji. Kina ka ekzekutuar 11 antar të një familje e famkeqe mafioze që drejtonte qendra mashtrimi në Myanmar. Këtë lajm e kanë raportuar mediat shtetërore. Antarët e familjes Ming u dënuan në shtator për krime të ndryshme, duke përfshirë vrasje, ndalim të paligjshëm, mashtrim dhe drejtim kazinosh nga një gjykat në provincën Zhejiang të Kinos. Familja Ming ishte një nga shumë klane që drejtonin qytetin e Lukaing, duke transformuar nga një qytet i varfër në një qendër tërheqëse kazinosh dhe lagjesh me drita të kuqe. Perëndëria e tyre mashtruese u shem në vitin 2023, kur ata u arrestuan dhe u dorëzuan Kinës nga milicitë etnike që kishin marrë kontrollin e zonës gjatë një përshkallëzimi të konfliktit të tyre me ushtrinë e Myanmarit.
Përfaqësuesi demokrat Joaquin Castro dhe Jasmine Crockett kanë takuar 5 vjeçarin nga Ekuadori dhe babain e tij në një qendër ndalimi për emigrantët në Teksas të Shtetet e Bashkuara. Ato u ndaluan disa ditë më parë nga forcat e anti-emigracionit në Minnesota, një rast i cili ka ngjallur zemërim lidhur me veprimet e administratës Trump. Imazhi i fëmijës u bë shpejt viral në rrjetet sociale, në të cilin shfaqej 5 vjeçari friksuar nga agjentët armatosur rënd, ndërsa në kokë mbante një kapuç. Babai Liam Ramos u tha ligjvënësve demokrat se djali i tij nuk flinte shumë, nuk konsumon ushqim dhe kërkonte maman bashkë me kapuçin. Tensione ka pasur edhe jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve të palishëm në Teksas, ku policia amerikane është përplasur me protestuesit, ndërkohë një gjykatë amerikane pezulloi dobimin e vogëlushit nga SHBA-t. Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar një zër i fundin e të ashtu quajturit detyrim bashkëshortor, duke sqaruar se martesa nuk përfshin asnjë detyrim për marrëdhënie seksuale mes bashkëshortëve. Ligji u aprovua me 106 vota pro dhe asnjë kundër dhe tani kalon për shqyrtim në Senat. Teksti përcakton se bashkëtesa nuk nënkupton detyrim seksual dhe se mungesa ose refuzimi i marrëdhënieve intime nuk mund të përdoret më si bazë për divorc. Vendimi vjen edhe pas një dënimi të Francës nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit në vitin 2025 për një rast të tillë. Autorët e nismës thanë se ligji synon që të mbrojë viktimat e dhunës seksuale në martesë dhe të jap fund një praktike që ka ushqyer prej vitesh ato që e quajnë kulturë të përdhunimit. Kemi mbërritur në fund të këtij rrethë qarku edhe sot, ritakohemi sërish nesër bashkë, natën e mirë.